Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Me të vërtetë sot kam nda enkas një ditë të bukur të kaloj me një mikun tim nga Tetova. Me të vërtetë është kënaqësi kur flas edhe me njerëzit që kanë me aftësi të veçanta, por është njeri shumë i zgjedhshëm, njeri i Zoti dhe e don televizionin, botën televizive e don shumë, por ka dëshirë edhe t'ju ndihmon shokëve të vet. Pra, ne do të kemi sot në studio enkas prej Tetovës në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Bajram Azimi. Për ndryshe i thojnë Bali. Është një njeri i ri nga Tetova me një zemër të madhe dhe një mision të veçantë në jetën. Jetën pranë personave me aftësi të veçanta dhe t'ju jap atyre forcë, shpresë dhe motivim. Bajram, mirë se ke ardhen edhe ma kënaqësi e kam më thirr Bali. A ban, ç'është? Pikot mirë se ju gjeta. Respekte për ju përgëzoj për emisionin. Faleminderit për ftesën. Bali, ku e ke gjetë këtë energji kaq të madhe, kaq pozitive, kaq një djalë i zellshëm, edhe me qenë se ke atë karrocën kur nuk ndalesh. Në Kosovë, në Maqedoni, Tetov, Shkup, gjithë ka anën banë. Çka të man ty vullneti? Mu man vullneti mi unimu njerëzës që une se e di se qka vetë mu konë karrocë. Nuk me thonë, nuk o pak 30 vjetë mu konë karrocë. Edhe mua e vullneti mi unimu se cëllit që me karrocë minimum. Se cëllit. Çfarë mundësi është që t'ju ndihmosh me qenë se ti jenë karroca, ai të bën ka një herë, ai thirrën telefon, ai afron me ndaj vend, ndaj kafe ose ndaj çfarë biseda ban me ta? Zakonisht bisedat janë si me përparu na si shtet, si me unimu atyve. Zakonisht ato s'kan edhe përkrahje për shtetit, na si persona me nevojë të veçanta nuk kena përkrahje edhe për shtetit. Edhe unë akatim ju në me aqë mundësi sa kena na. Edhe unë nuk, si me të thonë, nuk kem nej pasanikim marë. Na akatimi një edhe në nda për gjysë me thonë me boka gjysera. Cilat janë ato sfidat më të mëdha që i përballoni ju, shoqëria juve? Sfidat më të mëdha janë se ka persona në shoqërinë tonë që nuk kanë dalë për shtëpi, ka 3-40 vjetë, i kanë, ato persona nuk kanë dalë kur për shtëpi, arsye një karrocës, se kena një karrocë. Si mendoni ti keni këto mjete, ju mendon që ju ndihmon edhe dikush, qeveria, apo keni suport edhe prej njerëzve të ndryshme? Unë e kom cek, shumë në asime të kena shoqënin, në vdesmi, për qeverisë, për shteteve tona, për Kosovës edhe për Maqedonisë, në asin valit, në asën presmi kur gjopi atë. Sa ki supportin për familjes t'ju, se unë kam dëgju pak që edhe prindët tu nuk janë edhe aq në kondicion aq të mirë me shëndetin, sa po mund më u përballu me tyje? Po s'mundit shumë, brindave më kanë ratë poshtë, me shëndete me ketë. Në me thonë mu, pa tjetër me një asistencë dikuj, për mu mbajt e mu angazhu një asistent për mu, pa tjetër me vinë. Kam dëshirë të na tregosh pak për jetën e juaj, me qenë se ne kemi një informacion që ju keni qenë me qira deri në kohën e fundit, keni qenë dhe angazhuesja më e madhe ka qenë në mami yt që nuk të ka lënë as një hap me lëviz edhe të ka suportuar në çdo kohë dhe e dim që mami yt ka punuar disa punë në pastrime në këto gjëra vetëm për më të suportu. Me qenë se edhe e dim edhe prindin ju e keni të sëmur nga një smundje. Kështu se sa ka qenë, na trego për sfidën e jetës juaj. Sfida akon e shumë e vështirë. Mami ka punu me të vërtet edhe mami edhe babi që muj mi
Mi ja pagu nga donjohë, nuk paguhet, që qalla ja pagu nga donjohë, po sfida ime ma e vështira konë se unë jam konë 17 vjetë me qira, nuk kom pas as kun mbi kokë, falë shoqnisë mirë, unë tash jam edhe me kun mbi kokë. Mami edhe papi, kanë disë, pa tjetër e kam pas me punume. Pa tjetër. Si që ndrën suporti i bashkëdhetarëve shqiptarëve aty, edhe sidomos në Tetov, në rrethin e juve ku jeton aty, atë ndihmojnë, atë suportojnë, apo si që ndrën kjo punë? Atë sa kanë mundësi, mirë nuk mund më kajtë për shoqnisë time personale, ama ne i kena nevojat shumë ma të sa ato që na suportojnë. Si është infrastruktura e ndërtuar në qytetin e Tetovës për juve njerëz që jeni me nevoja të veçanta? A keni rrugë të shtruara të mira, apo si që ndrojnë të gjana? Rrugët mirë kena rrugë kryesore, ama rrugët për ne, si persona në alësit ku përgjume nuk janë kunise nuk janë. Atër të dalim pak të pësë si i zhvillon të aktivitetet, si i zhvillon i aktivitetet ju, a dilni, apo keni nej qender, apo keni diçka që bëheni bashkë, se e di që pasioni ju të dëshira ju që me pas mujt me hap në i shoqat, po e di që ti nuk mundesh me i përbalu shoqatës me hap një shoqat. Si e mendon këto? Na nuk kena, për momentin lokal, nuk kena kurina mu taku këtë zbashku se në ekipe madhe. Në me thonë, nga dikun të 700 metrave së në Tetovë dhe rëthinën e Tetovës, me pshatët e Tetovës, nga dikun të 700 persona në avësit ku përgjume, po nuk kena një lokal ku mujna mu me nejtë bashkë. Në pa tjetër me shku dikun kafe apo kafit, si i thoni ju, mu takuet. Se i përket shoqatës, ata e kom pas gjithmonë ondër, edhe të takes ondër. Po i shoha një dita jo ondër, në botë realitet. Po më çudit diçka, me qenë se Tetova ka një gjuhë pak më të ndryshe se Kosova, po ju po flisni aq bukur si nga Kosova. Mos keni lidhje diçka me Kosovë? Në Kosovë jam rritë, në Kosovë i kam dartë. Në Kosovë jam, nonën e kam për Kosovë. Mos dikon nga Kaçaniku? Po, ka për Kaçaniki, bashkë nga Kaçanik. Si që ndron kur të shkosh në Kosovë, kush të ndihmon, edhe kam pasë në Kosovë të shkon shpesh, para disa ditësh ishe edhe në një televizion atje në dikun ka Istogo, me sa di keni qenën të Baca Zeq, sa e di, one? Të Baca Zeq, në Fontanën, televizionin Fontana që e përshëndes shumë Baca Zeq, dhe është kënaqësi, me të vërtet është një person i palodhshëm, se kam taku edhe në Amerikë këto. Kështu që, si i bën lëvizjet ose kush të ndihmon ose si shkon? Zakonisht për Kosovë, për kujdeset dojën e kam për Kosovë, pa e kujdeset në më respektojnë në qona në shokat dikush, se me i këshinonën financiare, nuk kena mundësi edhe vetura me majtë, edhe kejtë. Amo, zakonisht doja për kujdeset për mu. A gjenë Kosovë. Me sa kom kuptuar, ti ki dëshirë me dalë shumë. Ke qef me dalën në natyrë, në ambient, sa të motivon kur dalësh? Për mua me dalë natyrë, si me shku për Tetovë në Dubai. Ata e kam natyrën e dojë shumë. Nuk e di pse më të rekë natyrë, amo më të rekë. Se di edhe pse edhe vetë, ata se ku më kuptu kur, amo është një knatësi e modhe, do me thonë, natyra, lumi, këto e shumë të rekin. Çka të bën të lumtur në jetën tane? Që pak më këtë ngullë. Në jetën time më bën lumtur.
më animu personave si une, se une edhe njerë që ka nuk jem me milionet që mu minimu në i kujna, po më animu personave si une me nevojat veçanta atë në banë, jetën e kisha pas shumë më mirë se tash. Mas e përmene, duhet jënë me qëfar mjetë e kishe pas dëshirë me ju ndihmu, me qëfar, qa po me ndanë? Po mendoj, ndash ka ona financiare, ndash edhe ka karroca, se na këto Maqedonia dhe në Kosovë, na kina mungesa dhe të karrocave shumë, sidomos karrocat elektrike, na mungojnë shumë. Shumë, jo pak shumë. Po nëse del dikosh prej njerëzve që na ndëgjojnë në emisionin tonë dhe ku drejtohen ata nëse kanë nevojë të mbështesin edhe të ndihmojnë, siç e keni atë vullnetin e papam që don t'ju ndihmojsh shoqërisë tonë. Keni ndaj kontakt? Kontaktin e lish më javë, kontaktin tem, se si une që jam një persona me nevojat veçanta shpirtin, si une që komunikoj me ato, nuk besoj se në tjetër njeri mundet me ndijat, apo më kuptoni ku e kam rafin. Pa tjetër, po ju kuptoj. Mëse jeni të kjo biseda këto, kur të boheni bashkë, kur mblidheni bashkë, çfarë biseda bani? Bisedat të suportit, apo bisedat të gjanat për ndonjë aktivitet me qenë me bo, apo çka bani bisedë? Biseda nga ma shumë, bisedat i bojna për karrocat elektrike, kush e ka ma të mirë, kush e ka heq, ato që se ka në heq, për fat keq, në unë gjinë kryet e poeshtë, se ka. Ti e din vetë që diaspora shqiptare ka njëherë thonë kem dëshirë t'ju ndihmojmë njerëzve, por nga njëherë edhe nuk po dim edhe ku mu drejtu të kush, ose se ka mundësi, ka njerëz që me të vërtet shqiptarët e tonë janë mirë sa më të mëdhaj në botë, kanë shpirtin aq të mirë që duan të ndihmojnë njerëzve, me të vërtet është kënaqësi kur janë dhe deklarohen dhe i ndihmojnë këtyne njerëzve që janë me aftësi të veçanta. Kështu që dalmi pak një temë tjetër dhe kam kuptu diçka tek ti, pse drejton televizionin atë shonë? Televizionin e du, shumë se du me ngrit pak e zoni ndaj neve personave me nevojat veçanta që jena. Çfarë Du me ngrit pak zonin se me të vërtet shtetet nuk janë. Du me ngrit zonin për ne personave me aftësit veçanta që jena, me aftësit kufizume, se shtetet me të vërtet nuk janë të morë masa këtë kuj, edhe për këta e ku vendos me ngrit zonin në për televizione. Edhe nëse nuk pengoj kesh që i lutë këtë televizionet, jo veç ty, jo veç Bacëziq, këtë televizionet kesh që i lutë, dhe të monin ka një almuan intervjist, se me të vërtet kina nevoj për kështë, për mbështetjen e televizioneve publike. Atëherë bale, në emrin tem edhe në emrin e televizionit tonë këtu të Noli TV, këtu në TV Albe dhe në Nimi TV, dua ti thëmë të gjithë kolegëve të mi anë banë shqiptar ku janë që të marrë një intervistë, të zhvillojnë një bisedë me ty dhe ta ndash me secilin televizion, ta ndash atë dëshirë që ti ke dëshirë që ti suportosh kolegët dhe kolegët e tua, pse jo, kjo është një kënaqësi. Atëherë kisha pas dëshirë që nëse do të kishe mundësi të drejtohesh të gjithë shqiptarve me një mesazh, cili do të jetë ai mesazhi? Mesazhi që të thonë shqiptarëve, në suportoni pak neve si persona me aftësi të kufizume, se me të vërtet ja vlen, me në suportu neve sa me suportu që të kantë. Okay. Në suporti juve për neve është edhe në spaku një suport i vogël, ja, i madh. Tash do të dal pak, me të vërtet kam dëshirë ta di sa antar të familjes jeni jo. Kjo është pika më kryesore që doam ta dim ne. Na, për momentin në shpejtimi na, 3 antar, unë e mami edhe babi, po më fat,
Na e kena dhe një motër të martume ajo është. E martume ajo nuk jeton me ne, jeton këtu me një fshat të trovës. Kështu që në shpejtime këtu jetojnë 3 persona, unë, mami dhe babi, e cilat nuk s'kan mami dhe babi më, se në kujdesen edhe për mua. Kjo në histori. Po, si e mendon të ardhmen? Unë e mendoj të ardhmen. Unë e mendoj të ardhmen. S'paku për shoqërinë time me bo diçka. Se shumë vështirë kena na këto. Sidomos balkoni, jam në përmend balkonin komplet. Jam në përmend as Kosovën, as Maqedoninë. Jam në përmend çdo 2 shtete Kosovë, Maqedoninë. Madzina e kena shumë problem. Kemi ndëgjuar se ke dëshirë të jetosh edhe në Kosovë. Arsyeja pse? Arsyeja ndoshta se në kohë luftës komuniteta me shumë në Kosovë, 2001 në Maqedonia kom në lufta, ke kom po me vjetë komunit, një 2 vjetë atri nuk e di as vetë për momentin sa, po edhe shoqërinë e kam atje, dajt e kam atje, e kam punën shumë më kove, familjarët i kam atje. Unë e kam dëshirë mundësisht me jetu në Kosovë, ondra ime është me jetu në Perizaj, në qytetin me kohë shumë. Ke qef me pas një banes, apo çka ke qef? Po mundësisht një banes, kam qef me pas. Po ona financiare, po na mungot. Kështu që mund të them çdo dëshirë që ke dëshirë të plotësoft, kjo është ma primare. Amin inshallah, amin.